punëtorë po trajtohen tamam në atë aspektin sigurisë shtazë. Po si shpjegohet pasaj kjo pjesa fakti që në vendin tonë ka punëtor të huaj? Bie që punëdhënësit vetëm kanë gjetur zëvendësim dhe ndoshta nuk po konsiderohet më problem me çështja e ikjes së klasës punëtore. Në rend parë është, po themi kështu, një gjest shumë i keq institucioneve tona shtetërore që e kanë bërë vendin tonë të barabartë me një Bangladesh ose me një Afganistan. Kjo është jashtëzakonisht tepër e rëndë dhe si të shpjegohet, normal që edhe përpas Kosovës ka vende ende më të varfëra se sa ne, dhe normal që ne kemi punëtor të huaj që po vinë, por ta jeni të vetëdijshëm se kjo një parkur me gati është bërë një propagandë sa për tonë, sepse pjesa dërmuese këtyre punëtorëve që vinë edhe nga Turqia, edhe nga Afganistani, edhe nga Bangladeshi, janë në një vend tranzitor për cilën mund të vinë të qëndrojnë 1, 2, 3, sepse edhe ata nuk mund të qëndrojnë ose të jetojnë me një pagë që ne sot u japim nga kompanitë private, po themi pjesa tërmuese këtyre punëtorëve gjatë gjithë një muajit po punojnë dhe në mëngjes kur po qohen po i presin punëtorët e huaj pronar të kompanive po befasohen dhe bile nga njerë po i kërkojnë edhe me polici sepse ata po ikun dhe po vazhdojnë rrugën e tranzicionit në përdo vende ku janë më të pavarshme për fuqinë punëtore. Por në bazë të punës në terren dhe në bazë të asaj që keni parë, keni informata për trajtimin e këtyre punëtorëve për kushtet e punës në të cilët funksionojnë këta punëtorë të huaj? Realisht kemi informacione fatkeqësisht që këta punëtorë po trajtohen tamam në atë aspektin sigurisë shtazë, sepse ne kemi që vetë i kam parë me sytë e mi punëtorë të Bangladeshit ku në një dhomë dikon 5-16 metra katrore, aty flenin dikon 10-12 punëtor, dhe pa asnjë mbështetje, po themi kështu, në aspekt për mbajtjen e higjienës dhe çështje të tjera. Realisht, unë kam pa që ata kështu fizikisht janë shumë më të fortë, më të qëndrueshëm se sa ne, por ta keni në mendje sepse pronarët e kompanive shumë punëtorë që vinë nga jashtë, edhe dikon 10 deri në 15 euro japin për një për një orar, një ditor, dhe bile ka konflikte shumë të mëdha mes kompanive, sepse nëse një kompani ja jep 10 euro për një orar ditës, kompania tjetër po ja ofron 15 euro dhe kanë konflikte me zeti pse ti mu po më merr punëtorët e mi. Kështu që definitivisht punit nuk është me rëndësi a punojnë punëtorët tanë apo vinë nga jashtë. Ne e kemi po thamë, e kemi njollos tregun e punës në Kosovë dhe fatkeqësisht po e bën këtë barë shtetit tash, sepse në pjesën më të madhe në Kosovë nuk ki punëtor të kualifikuar të rangut që kemi pas më herët, dhe normal një dëm i madh i kushtohet tash shtetit, po i kushtohet kompanive private, normal po dëmin më të madh ju ka kushtuar edhe punëtorëve sepse kanë qenë të obliguar që prindet gruan dhe fëmijët të langtë dhe të migrojnë në vendet e tyre të jashtme për një pagë dhe për një jetë më të dinjitetshme se sa me këte nuk po mund të mbjetohet. Unë e tham qartë, tani kemi një pagë 425 euro, para mendojeni ju se çka mund të bëjë një po them krye familjari që është i obliguar që spakut 4 anëtar familjes të mbajnë me një pagë prej 425 euro, sipas një llogarie që unë e kam bërë shumë thjesht. Me këtë pagë, ata 4 anëtarë familjes mund të mbajnë që brenda dite mund të jap vetëm nga 2 bureka dhe asgjë më shumë.